Arbnar, në fund të intervjisës të shtunën, Ulpianës, ndeshjen e fundit, e tha një gjë që më tërheqi vëmendjen, po e përsëris ato çka ki thonë. Nëse ne largohemi, do të largohet edhe dikush tjetër. Çka ki dash me thonë me këta? Kush ka me u largu me juve, edhe për kanë ka qenë kjo porosi? Çka më pyetje? Apo na e sqaron neve këtu në studio edhe publikut? Qërë mas pari, jam një njeri shumë i ngarku me punë, edhe kështu prej kujtesës me thonë drejtët ma shumë se 48 orë nuk mu i me mojtë men, qka do që foli, zakonisht kur dënë me rikujtu njerëz mi shenë sekuenca, tash bashkë sak nuk pëdi, edhe shka konë thonë, është ka qenë edhe emocioni ndeshjes, është diçka që do të mirët vesh më vonë. Jo t'i pedesha, qka do të mirët vesh më vonë? Po nëse unë është jo më koni revoltum lejtarët e mi, dhe më thonë që nësë këna mu konë, s'ka mu konë edhe ata, në është që të kuptive kom pas. Po mdo këtë bashkështë. është diçka konfidenciale, mu së më gushtoni. Po ti vetë the, tash që këna me të vetë në misione, s'kena me të lëshullet. Po tash nuk e di bashkësakt, adhe për që ato që po munona mu kujtu, po nuk mu kujtojt. Kështu që tash dhe me pytje në radhës. Jo, për kone ki pas fjallë. Ja, për të shojnë anaj, shkërqysh. Shkoj me një blok të marketingu, të thejemi për pak. Qëre, okej, po e respektoj faktin që hala është herët me thonë para publikut. Të jetë një fillim i një reflektimi për të tjerët. Kjo ke shumë filozofike. Po jo mi tjilë. Hajde po të kurse e përsonte. Për kone pa të fjallën? O kuj marketingu? Jo, e kena najë gjirimin për momentin, kështë që mund është dashu nga të regu për kone ke pas fjallën.